S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. E ndjejmë shumë atë fillimin e pushimeve. Ju përshëndesim juve që jeni me pushime, ju kemi zili që jeni buzdetit, edhe studentët që ka marrë shkollën, kështu që shiko, sot nduket sikur jemi më shumë ndërkombëtar se sa rregullisht, sepse kemi gjithë ato miq nga vende ndryshme. Kemi Avdiun edhe Kristinën që janë misionarë në Turqi, edhe bashkë me miqtë e tyre. Mirë se keni ardhur. Kemi një mik nga Zvicra, një nga Gjermani, kemi Azemi nga Kosovë, ku është Azemi? Kemi Azemin atje nga Kosova, kemi miqtë e Nedit dhe Joridës janë nga Amerika, Norvegjia dhe Zvicra. Kemi dhe Nedin me Joridën, shqyqy që në erdhë shok, në kështë marmalli. Edhe, sigurisht edhe nëse ti e për herë të parë, mirë se ke ardhur në festimin e ICF-s, edhe është shumë qef. Edhe, shiko, Kristina ka një dhuratë për ju, Kristina dhe Avdiu, të dy shërbejnë në Stamboll në Turqi dhe kanë fokus atje në Stamboll me shërbesën me fëmijët dhe të rinj me nevojat posaçme. Edhe Kristina ka guxuar, edhe ka shkruar një libër shumë bukur. Edhe të shohësh aftësinë e kufizuar me sytë e Perëndis. Qarë thot shkrimi për njerëz me nevojat veçanta, edhe jo vetëm kaq, ajo është bujare për të dhënë dhurat një libër. Kështu që në fund të festimit te tavolina atje, shumë faleminderit Kristina që ke shkruar librin, edhe faleminderit për dhuratën gjithashtu. Kështu që edhe mund të takoni dhe bëni çik muhabet me Avdiun me Kristinën, edhe unë do bëj çik muhabet se era vonë dhe nuk I takova, kështu do folim çik më vonë. Kështu që çfarë është një gjë tjetër. Sot do fillojmë një seri të re, faleminderit Sosa edhe Gleni që kanë përgatitur edhe intron, edhe di se do të filloja serinë e re, do të filloja me këtë lloj hyrje. Ore si ja bën njeriu kur jeta vështirësohet, ose kur lëndohet, ose kur ngarkohet me 100 gjëra? A qëndron akoma I fortë në Zotin? A vazhdon të besoj akoma? Ose një pyetje personale që dua të bëj ty sot, a të ka ndodhur diçka në jetën tënde që po të pengon të besosh plotësisht te Perëndia? Shiko, ajo që besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon në shumë drejtime. E pranojmë apo jo? Ajo që besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon në shumë drejtime. Mënyrën si mendojmë për veten, na ndikon identitetin, na ndikon anën morale, na ndikon si sillemi, si trajtojmë të tjerët, si japim dashuri, si japim falje, na ndikon të ardhmen, na ndikon përjetësinë. Shiko, ajo që mendojmë dhe besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon çdo gjë. Na ndikon shumë. Prandaj sot do fillojmë një seri të re që është me 4 pjesë e do na shoqëroj për 4 diela që quhet Themelet e forta. Edhe bazën e di ku do e ketë, sigurisht nga vargjet nga shkrimi, po bazën do e ketë e credoja e apostujve. Credo e apostujve është si diçka që e harruar ose ka zënë pluhur, por thekson gjërat bazike që besonin krishterët që atëherë, që në kryt kohës, që në fillimin. Kështu që do jetë një seri shumë ndryshe, edhe uroj shumë që do të ndihmojnë në shumë këmbështrime. Ndoshta na njerëz ka gjufare për këtë credo e apostujve. Çfarë është kjo credo e apostujve? Në fakt është një shpallje besimi që ka ndikuar edhe formuar të krishterë dhe kishën e krishterë ndër shekuj. Edhe është e bukur është kjo credo. Është ndër shekuj, është cituar në sallat e gjyqeve. Është kënduar në përburgje. Është shpallur në për katedrale, është përshpëritur si lutje kur krishterët ekzekutoheshin. Nëse I bë kurioz mjaftueshëm, do të lexoj pjesën e parë të Credos, edhe Credo e apostujve fillon me këto fjalë. Unë besoj në Perëndin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe tokës. Unë besoj në Jezu Krishtin, birin e Tij të vetëm, Zotin tonë. Edhe kjo shpallje shekullore, që do ta lexojmë të plotin çik më vonë, ishte shumë e fuqishme. Aq e fuqishme sa që njerëzit të ndryshëm jepnin jetën për këtë lloj besimi. Edhe sot kjo credo besimi merr kuptim kur shikojmë botën edhe shikojmë edhe ne si krishterë që
po ndikohemi dhe po konfuzohemi në lidhje me vlerat morale, apo bëjmë kompromise në fushat ndryshme, edhe sa herë që ka një lloj hutimi ose paqartësie, çfarë bëjmë? Kthehemi te themeli. Edhe për të krishterët, Credo e Apostujve ka qenë themel që është testu ndër shekuj edhe ka qëndru e fort. Kështu që ajo që do bëjmë gjatë këtyre 4 javëve, gati të shohim varg për varg. Të shohim atin, të shohim çfarë thot për birin, çfarë thot për frymën e shejt, edhe pjesët e tjera. Kështu që do sigurojmë shumë që do na fiksohet Credo e Apostujve, nëse s'e ke dëgjuar asnjëherë. Nëse e vërejtë e kënduam si këngë, kështu faleminderit Arbiona, edhe Ernesti dhe Juglidi, e kënduam, por ajo që do të bëjmë, edhe do doja shumë që ta fiksonim këtë, jo si ritual, por si bindje, si besim personal në Perëndis, krijuesit tonë, dhe kjo ka shumë rëndësi. Pse? Sepse ajo që mendojmë edhe besojmë në lidhje me Perëndin na ndikon çdo gjë. Na ndikon çdo gjë. Tash sa për kuriozitet, kush e di Credon e Apostujve? Ka një që e dinte më para Credon e Apostujve 1 dorë, 2 dorë, 3 dorë? Edhe shiko, për ty që je online, a do ta komentosh me unë e di, por bëje vetëm unë. Në fakt është pranuar si deklarat besimi ndër shekuj, gati nga gjitha kishat, madje edhe kishat katolike dhe ortodokse, u shkruajt në shekullin e 2, kur kisha që ishte kisha me K të madhe, që njihej vetëm si kish, më vonë u nda kisha katolike, ortodokse, ungjillore, baptiste, karizmatike, metodiste, anglikane, edhe gjithë të pjesët e tjera, por u shkruajt atëherë ku kisha ishte kisha, edhe vetëm ajo ishte kisha. A t'ju themi sekret? T'ju themi sekret, po mos ja tregoni njeriu. Credo e Apostujve nuk u shkrua nga apostujt. E di pse? Sepse u shkrua në shekullin e 2, që bie apostujt kishin vdek. Se kishin kalu shumë vite. Por, për shkak se u shkrua në bazë të mësimeve që ato lanë, u quajt e tillë. Edhe e di pse u shkrua, arsyeja kryesore u shkrua si kundër përgjigje ndaj mësimeve të rreme që po sillnin shumë përçarje në kish. Edhe në këto kohë ishte një mësim i tillë që quhej gnosticizmi. Edhe po e përçante kishën, edhe njerëzit nuk po e dinin më të krishterët, ora ç'a besojmë ne, po ti ç'a beson, po unë ç'a besoj, dhe u bën shumë konfuz, kurse Credo e Apostujve solli shumë unitet. Shumë unitet, edhe duke shpall ato që besonin dhe u stabilizu si doktrinë bazë që njerëzit e dinin ç'a besonin, njerëzit që kishin zgjedhur Krishtin. Edhe imagjino, kur Credoja e Apostujve u stabilizua, krishterimi ishte ilegal. Krishterimi ishte diçka ilegale. Në shekullin e 3 u pranua si besimi i gjithë perandërisë romake, por në shekullin e 2 ishte ilegale, po nëse ti do shpalli edhe thoje që jam i krishter, automatikisht do ishe në dënim nga perandëria romake që sundonte shumicën e botës, ose do rrieshe, ose do ekzekutoheshe vetëm pse je krishter. Ne e habitërse që shekulli 2, edhe sot e kësaj dite, në 2025, ka njerëz në përbot që rrihen, arrestohen dhe ekzekutohen vetëm për këtë gjë, vetëm se janë të Krishtit. Por kjo është tjetër mohabet, kështu që kur ata e citonin të krishterët e parë, nuk ishte kështu një poezi, apo një poem, apo diçka e bukur që e kishin mësuar në shkollë. Jo, ishte shpallje e besim, e lidhjes së tyre të ngushtë me Perëndin. Shiko ç'a besoj unë. Sepse është koha që ato nuk kishin Bibla që kemi ne, apo s'kishin Biblën me aplikacion të telefoni si që keti. Ato ishin në këtë lloj forme stabilizonin gjërat që besonin. Shiko, Credo e Apostujve ka gjithsej 100 e pak fjalë, mund të lexohet për 1 minutë, kështu që a do bëjmë një gjë të veçantë. Do të çojmë të gjithë bashkë e ta lexojmë Credon e Apostujve te ekrani. Si thoni, e bëjmë? Do t'ju ftoj gjithëve, le të çojmë të gjithë bashkë edhe ta lexojmë Credon e Apostujve. Edhe shkon si e tillë. Nuk e di e kam zënë unë këtu, a shihni gjithë apo jo? Hajde ta lexojmë. Unë besoj në Perëndin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe të tokës. Unë besoj në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjis nga fryma e shejtë,
lindi nga Virgjëresha Mari, vuajti në Ponc Pilatin, u kryqësua, vdiq dhe u varros. Ai zbriti në anën e poshtme të dheut, të tretën ditë u ngrit nga vdekja. Ai u ngjit në qiell. Është i ulur në anën e djathtë të Perëndis, Atit të gjithëpështetshëm. Nga prej do të vi të gjykoj të gjallët dhe të vdekurit. Unë besoj në frymën e shejtë, kishën e shejtë universale, në bashkësinë e shejtorëve, në faljen e mëkateve, në ringjalljen e trupit dhe në jetën e përjetshme. Amen. Sa qef. Ishte shumë e bukur, Ishte shumë e bukur dhe ka kjo deklarat ka shumë fuqi, e ndjen atë ndjesin. Edhe credo do të thotë e besoj me gjithë zemër. Në latinisht kjo fjala ishte, kjo shpallje fillonte me këtë fjalën credo, dhe fjala credo është nga latinishtja është fjala që ne e dim kredibilitet për shembull, ose bindje, ose besimi fort, e besoj me gjithë zemër në rastin e tyre, e besoj me gjithë zemër sa jam gati t'jap jetën për këtë lloj deklarate dhe këtë lloj besime, besoj me çdo gjë timen që Perëndia është Ati, që Perëndia është Ati gjithëpërshtetshëm, krijuesi i qiellit edhe i tokës. Një gjë për të theksuar e veçantë kjo credo nuk fillon me ne, veta e parë numër shumës, fillon me unë. Unë është shpallje personale, jo ç'a besojmë ne, jo ç'a besojnë gjithë, jo ç'a besoj shtëpia jonë, jo, unë personalisht, unë besoj. Edhe është në një farë forme tregon një farë themeli, unë besoj në këtë gjë, edhe mbi këtë gjë e kam bazuar jetën time. Nuk është diçka e përgjithshme që a besojmë te Zoti? Po, besojmë gjithë, fisi jonë i erë të tha, gjithë besojmë. Nuk është e përgjithshme, por që është shumë personale dhe është shumë specifike, siç ishte ajo pjesa e parë. Si ishte pjesa e parë? Unë besoj në Perëndin që është Atë i gjithëpërshtetshëm. Edhe e di pse kishte rëndësi në këtë kohë, e di pse kishte rëndësi, sepse si atëherë, edhe këtë herë, shumica e njerëzve besojnë te një Zot, një superfuqi, te një gjë e madhe. Ka shumë gjasa nëse ti pyet te fisi jot, te familja jote, ose a beson te Zoti? Po, besojmë, gjithë besojmë. Edhe shumica e njerëzve besojnë në një lloj hynie të madhe. Por kjo shpallje e shekullit dytë ishte shumë unike atëherë edhe sot, sepse e përshkruan me detaje se si është Perëndia. Nuk është, po besojmë në një Zot, ma siç kemi të gjithë. Jo, e përshkruan me detaje dhe thotë, unë besoj në një Perëndi që është Atë i gjithëpërshtetshëm. Edhe vetëm të kjo shpallje e parë, ka dy gjëra aty. Perëndia që së pari është Atë, që do thotë është shumë i afërt, edhe së dyti është mërësisht i fuqishëm. Besoj në një Perëndi që është shumë i afërt, është si Atë për mua. Besoj në një Perëndi që është gjithëfuqishëm, që ka gjithë llojet e fuqisë. Edhe ngjan një çik me modelin e lutjes si Zoti Jezus ke Mateo 5:9, nëse e mamen. Si u drejtua Jezusi Atit, kur mësoi dishepujt si të luten, si u drejtua? Si mësoi? Tha, drejtoju në Perëndis si Atë, ju pra lutuni kështu. Si? O hyni e madhe që mbush qiellin dhe tokën, që shkon nga Marsi deri në Jupiter, si ti drejtohemi Perëndis? Edhe Krishti tha, drejtoju në si Atë, o Ati ynë që je në qiell, o shejtëroft. Edhe ishte shumë unike, sepse Jezusi e përmendi këtë gjë për herë të parë, se si mund t'i drejtohemi Perëndis. Edhe shiko, ne sot edhe mund mos na bëj përshtypje, se edhe na është vraveshin një çik ndër vite, ndërkohë, na vritet veshin me deklaratat e tilla, por në atë kohë ishte shumë heretike. Të besoje një gjë të tillë ishte shumë heretike, sepse gjithë zotat që besonin grekët ose romakët ishin zotat të largët, ishin shumë ndryshe, madje shumë prej zotrave të atyre ishin dhe të egër. E du të rri gjithkohë duke i qetësu, duke i marrë me temena, se mos mërzitet, na çon ai fortunë, na çon ai këtë, na çon ai këtë. Por mënyra se si e përshkruan Bibla Perëndin është i afërt. Atë ytë, është i yti, është i dashur. Edhe, shiko, për dikë kur i drejtohesh Perëndis si Atë,
mund edhe të mos ngjall në ndjej të mirë, nga që mund kesh pasur në marrëdhënie jo fort mirë me baban, ndoshta baba jot ka qenë i vështirë, ndoshta ka qenë larg shtëpisë, ndoshta ka qenë i ashpër, apo çfarë lloj situate që mund kesh kaluar në jetë, por Bibla e përshkruan Perëndin si atë i dashur, atë i mirë, që nuk do të lërë, nuk do të braktis. Prandaj dua për një moment ta lësh çdo lloj përjetimi, nëse ke pas një përjetim negativ me baban, do ta lësh për një moment e të mendosh se ja se si e përshkruan Bibla atin Perëndin. Unë do prek vetëm 4 gjëra shumë shkurt që thotë. Ati qiellor, Bibla thot, është një atë që është gjithmonë me ty. Nëse ati toksor s'ka nej shumë në shtëpi, Bibla thot, ati qiellor është aty gjithmonë. Nuk do të lërë, nuk do të braktis. E dyta, ati qiellor është i dhemshur. Nëse ati toksor mund këtë qenë i ashpër, apo nuk kënaqej kurrë, ati qiellor është i dhemshur, është plot dashuri, shkrimi thot, na jep mëshirë të re çdo ditë. Edhe e treta, ati qiellor është i afërt, siç thot Psalmi. Nëse ati toksor ka qenë i ftohtë, ati qiellor është i afërt dhe dëshiron të rri sa më afër nesh. Edhe e katërta, ati qiellor gjen kënaqësinë e ty, thot te Sofonia kapitulli 3. Nëse ati toksor ka qenë i vështirë apo ka qenë njeri kritik, apo dikush i kërkon të llogari gjithkohës, ati qiellor kur ti zgjedh Krishtin, shkrimi thot, ai është i kënaqur në ty. Është shumë e bukur. Perëndia ynë është atë perfekt, është atë i dashur që na shikon gjithmonë, që kujdeset gjithmonë, që na ndjek gjithmonë, që është aty gjithkohës. Edhe jo vetëm që është i tillë, por është edhe i gjithpushtetshëm. Edhe pse ka rëndësi kjo? Ka rëndësi sepse një atë është shumë e rrallë që një atë toksor t'i ketë, ose do jetë i dashur, edhe nuk ka mundësi të ndihmojë dhe plotësoj nevojat, ose ka mundësi të plotësoj nevojat sepse punon 2-3 punë, por nuk ka kohë dhe mundësi të jetë i dashur. Ndërkohë Perëndia atë i ka të dyja. Është shumë i dashur, edhe ka shumë mundësi gjithkohësh. Fjala që është përdorur në latinisht për këtë gjithpushtetshëm është omnipotent. Edhe ka kuptimin, omni do thot shumë, potent do thot fuqi, dikush që ka shumë lloje fuqish, dikush që ka shumë lloje pushtetesh. Edhe i tillë është Perëndia, ai shkrimi thot fuqia e tij nuk ka me këtë krahasohet. Ai ka pafundësi fuqish. Majmen kur na herë të shërbesa studentëve ose youthve, kur përdorim si icebreaker një pyetje të tillë, nëse do kishe një super fuqi, cilën do zgjidhje? Edhe merrnin shembujt e Marvel movies o këto superherojt. Unë do doja të isha si ky, do doja të isha si ai me radhë. Por shiko, Perëndia i ka gjithë omnipotent, gjithë pushtetet, gjithë fuqitë, edhe është i pakufizuar në kohë. Vjen nga përjetësia, shkon drejt përjetësisë, aty është i gjithë pushtetshëm, edhe është. Pyetja është, ore, ç'a kuptimi ka kjo për ne? Mirë që është, por ç'a të mirë ka për ty, për mua, për secilin prej nesh. Ama e vërteta është që çdo lloj gjëje që mund të jemi duke kaluar ose do të kalojmë, le të kujtojmë, shikon, nëse po kalon në sfidë të puna, ose të martesa, ose të lidhja, ose ke dyshime, ose ke frikra, nuk e di çfarë shpresosh për të ardhmen, çfarë besosh për të ardhmen. Kur ti lutesh për atë gjën, kujtohu se kujt po i lutesh. Po shkon para atit, kujt? Ati që ka gjithë llojet e fuqisë, ati që ka gjithë llojet e mundësive, ati që është i gjithë pushtetshëm. Edhe ndoshta nxitja ime do ishte, kur shkon para atit, ndoshta është mirë dhe të biesh në gjujë, si nderim para një Perëndie, para një mbretit të tillë që është i gjithë pushtetshëm. Edhe sigurisht i lutu në herë, o Zot, e drejtoju o Zot, por shkrimi thot, e veçantë do ishte çfarë, kur ti drejtohesh si atë, o atë. Atë i gjithë pushtetshëm, vi para teje edhe t'ja thu ato që ke, edhe nxitja ime do ishte sa herë që sjell një sfidë, edhe çdo lloj gjëje që po kalon, mos harro se po shkon para fronit më të madh gjithë botës. Edhe shkrimi thot tek hebrejve, ky fron na është çel, na është hap për shkak të Krishtit. Kur ti zgjedh Krishtin, hebrejve thot, le të shkoj me guxim para fronit hirit, edhe është froni më i madh që ekziston në botë. Edhe në atë fron është i vetmi që është 100% i drejtë, 100% i shejtë, sovran, mi çdo gjë. Që sa herë që lutesh, kujtohu,
po drejtoj atit atë, o atë i gjithë pushtetshëm. Po të kërkoj ty, qa është kjo për ty? E di që ti mundesh edhe e ke pushtetin, edhe shkrimi thot a i dëgjon gjithkohës, edhe shkrimi thot a i vepron gjithkohën. Beshi i Zotit nuk është i shurdhër për të mos dëgjuar, dora e ti nuk është e shkurtër për të mos vepruar. Pra, kur ti lutesh, lutu këti atit gjithë pushtetshëm, edhe kujto na njerë se si që bëjmë ne prindër për fëmijët. Ne për fëmijët tonë na interesojnë edhe gjërat e vogla, edhe gjërat e mëdha. Për fëmijët na intereson dhe gjërat e vogla, për shembull, a ka ngrënë bukë sot, a i ka vesh çorapet, a i ka fut gjithë librat në çantë, a i ka marrë bidon e ujit, edhe a i sa na interesojnë dhe gjërat e mëdhaja. I njëjti është edhe ati Perëndi. Ati interesojnë gjërat e vogla të përditshme, aq sa që interesojnë gjërat e mëdha dhe e ardhmja e secilit prej nesh, kështu që po ti vet, kur imagjinon Perëndin, qa beson lidhje me të? Qa beson? Si fillon të kredoja? Unë besoj që Perëndia si është ati gjithë pushtetshëm, edhe është krijues i qiellit, krijuesin e qiellit dhe tokës. Ishte kjo pjesa e dytë, krijuesin e qiellit dhe tokës, se të na lëm një moment të kjo pjesa. Edhe shiko, kjo mund të duket shumë normale për ne sot, sigurisht ne e dim që Zoti krijoi qiellin dhe tokën, por në këtë kohë ne kemi shumë normale të atribojmë krijimin Perëndis krijuesit, por në këtë shekullin e dytë, në këtë kohë të kishës, ishte një mësim i rrem që e përmenda pak, që quhej gnosticizmi. Edhe di çfarë besonin gnostikët? Besonin që e përgjithshme e tyre, asaj që besonin është çdo gjë fizike është e keqe. I mirë është vetëm shpirti, ana frymërore, çdo gjë tjetër nuk bën. Çdo gjë tjetër është, kështu që nuk i jepnin fare rëndësi shumë gjërave, besonin që ana fizike, materiale, pemët, zojq, trupat tonë, rejt, çdo gjë është e keqe, edhe janë krijuar nga një Zot i vogël. Edhe ky Zot i vogël, ky Perëndia i vogël, quhet Demiurgu. Edhe në besimin e tyre, ky Demiurgu ka kriju këto gjërat e vogla që i quhen ana materiale, kurse gjën e rëndësishme ka krijuar një Perëndi i lartë. Shpirtin e ka krijuar një Perëndi i lartë, edhe ai ka rëndësi. Edhe ky është mësimi që lëvizte nëpër kishat, edhe njerëzit po ngatroheshin, por te kjo pjesë e kredos qëllimisht është aty për të thënë që shiko, qielli edhe toka është krijuar nga Perëndia, nga ky atë i gjithëpushtetshëm. Madje shkrimi thot, masi Perëndia e krijoi anë botë materiale, qa tha mas çdo dite? Kjo është e mirë. Kjo është e mirë, ditën 2, kjo është e mirë, ditën 3, ditën 4, ditën 5, ditën e 6, kur krijoi njeriu, qa tha? Ky është shumë i mirë. E çdo krijimi i Perëndis, madje tek Ungjilli i Gjonit, edhe Gjoni për këtë arsye dhe për shkak të këtij mësimi, sigurohet ta shpall edhe ta shkruaj të Ungjilli i Gjonit. Edhe ja të lexojmë Gjonin kapitulli 1, vargjet 1, 2, 3. Edhe fillon kështu. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin. Janë shumë vargje të bukura, po do ndalojmë këtë treshi. Ke vargu 3 thot kështu, të gjitha, krejt, të gjitha gjërat, të gjitha, u bën me anë të ti, u krijuan me anë të ti fjala, dhe pa të nuk u bën asnjë nga ato që u bën. Ishte kundërta se çfarë besonin gnostikët, ishte si shpallje, ne besojmë, qielli dhe toka, edhe çdo gjë që ka brenda, është krijuar nga Perëndia, edhe kur ai e krijoi tha, kjo është e mirë. Kështu që, po ti vetë, qa beson lidhje me Perëndin? Pra do të çpoj, do të them her pas here, duke të bëj këtë pyetje, qa beson ti lidhje me Perëndin? A ndodh që her pas here sfidat bëjnë që të kurret besimi jot te Perëndia? Është ajo që beson në lidhje me Perëndin të ndikon edhe të formon jetën. Edhe për shekuj me radhë besimtarët e krishterë shpallnin, unë besoj te Perëndia, ati gjithëpushtetshëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe krishterët e hershëm rrezikonin jetën me këto lloj shpallje. Edhe nuk kishin
frikë fare, madje në këtë rast ato rrezikonin jetën sepse titulli Zot i drejtohej vetëm Cezarit, edhe vetëm Cezarëve, vetëm atyre që drejtonin perandërinë romake, që do thotë ato u kthyen armiq të romakëve. Pse? Sepse besojnë te Zot tjetër. Ne dimë që Zot kemi vetëm Cezarin. Ti thua që edhe shumë shpesh gjendeshin përballë persekutimeve, arrestimeve dhe edhe nuk e çanin kokën. Sepse unë e di kush është Zoti, unë besoj që Perëndia është Zoti. Ai është Adi i qiellit, edhe krijuesi i qiellit dhe i tokës. Çfarë beson ti? A lëkundet besimi jot përballë sfidave? E do të përmend disa pjesë nga dhjetat e vjetra dhe dhjetat e reja. Shiko, a beson që pasi ai krijoi çdo gjë tha, është e mirë? A beson që Perëndia e mban fjalën ndër breza? Sepse shkrimi thot, ai është Perëndia e Abrahamit, Isakut, Jakobit. Edhe është Perëndia i brezave. A beson që Perëndia ndau detin, edhe krijoi rrugë aty ku nuk kishte rrugë? A beson që ai drejtoi popullin e tij në përshkretir, ditën me kolon reje, natën me kolon zjarri, edhe nuk e la popullin e tij pa orientim? A beson që atij bindet era dhe dallgët që shëron zemrën e thyer, që shëron të smurin? A beson që Perëndia u bë mish edhe mori trajt njeriu në Jezu Krishtin i cili vdiq për ne? A beson që Perëndia i ngjall gjërat e vdekura? A beson që Perëndia është i afërt, është personal, është i dashur, na njeh me emër, na shikon, na don? A beson që ai lufton për ty, që është në anën tënde, që shikon për te asaj që shikon ti, edhe kur nuk të lë, kur nuk braktis? A beson në Perëndin që ishte, është, edhe që do të jetë? A beson që një ditë kësaj bote do t'i vi fundi, kur atit i thot birit, tani është koha, edhe kur boria të bjerë, edhe kur Krishti të vi për të marrë nusen e ti që shkripi thot do t'a bëj të pastër, edhe perfekte e mandë fuqis frymëshet, edhe madje thot do t'a pastroj, do t'jetë pa rrudha edhe pa njolla. A beson se Perëndia një ditë do të thaj çdo lot nga sytë e njerëzve, edhe nëse kemi një vend, do të jemi përjetësisht në një vend me Perëndin ku nuk ka mëkat, nuk ka turp, nuk ka keqarje, nuk ka dhimbje, nuk ka vdekje. E do të banojmë përjetësisht aty, edhe gjithë bashkë do thrasim, siç thuhet te zbulesa, i shejt është Zoti, Perëndia i gjithfuqishëm. Ja të lexojmë edhe një herë dy pjesët e para të Kredos ndërkohë që po e mbyll. Cila është pjesa, ato dy pjesët e para? E para është, unë besoj në Perëndin, Atin e gjithëpërshtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës. E po lexoj dhe pjesën e dytë, e cila do jetë mesazhi i javës tjetër. Unë besoj në Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjiz nga frymëshet, lindi nga Virgjëresha Mari, vuajtje në Pons Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varros. Pyetja është, a e beson ti këtë gjë? A e beson Perëndin ashtu siç e shkruan në Bibla? A e beson aq fort sa që dëshiron të lëshohesh edhe të jesh i tij totalisht, sa që do ta nderosh për ditë, sa që do ta kesh frikë me i lloj nderimi. Shkrimi thot ai është qengje dhe luan, që do thot i bën gjërat për t'i pëlqyer atij si për të dhe jo për njerëzit. Edhe kjo është kur kupton se sa i madh, sa fantastik është Perëndia, të vjen natyrshëm ta nderosh. Edhe jo vetëm ta nderosh, por ti dëgjosh fjalën, jo vetëm ti dëgjosh fjalën, por ta bësh atë që thot ai. Edhe është edhe sa më shumë e lexon shkrimin, sa më shumë dëgjon për të, edhe praktikon çanoth. Ne vetë transformohemi, edhe bëhemi në karakterin ton një çik më shumë si ai. Prandaj, ç'a beson ti në lidhje me Perëndin? Pse? Ajo që ne besojmë do na ndikojë, do na formoj. Nëse besimi që kemi nuk na ndikon, nuk na ndryshon, edhe s'po i ngjajmë atij, pyetja është, qa po besojmë? Qa po besojmë? Mos është thjesht në kokë, edhe nuk ka zbrit në zemë. E disa largë është koka me zemrën? 25 cm.
Thashi, unë që kam qafën më të gjatë është 26 cm. Për kaq është. Ama nëse shkon nga këtu, në zemër, na ndikon jetën, na ndryshon, na transformon, edhe na bën qarë, t'i ngjajmë atij një çik më shumë, një çik më shumë. Edhe është, nëse ai solli birin që vdiq për ne, edhe ne jemi të falur, edhe një ditë do t'jemi me të përjetësisht, i bie që gjithë jeta joni takon atij. Jeta ime nuk është e imja. është gjithë bota pastaj nuk rrotullohet më rreth meje, rrotullohet rreth ti. Pse? Kaq shumë i kam theksu këtë gjëra, sepse qa besojmë lidhje me Perëndin, na ndikon, duhet na ndikoj, na formon, duhet na formoj, edhe do të na formoj në ato lloj forme qarë, që të ngjajmë atij për ditë një çik më shumë. Prandaj uroj shumë që kjo seria, themelet e forta, dhe ky është guri i parë të ky themeli me 4 pjesë. Edhe uroj shumë që të bëj, do të na formoj më shumë frymërisht. Edhe do pastroj ca gjëra që nuk janë bindjet e duara dhe do vendosi 4 shtylla kryesore. Pra do ta mbyll me këtë pyetje personale. A ka diçka që të pengon ti besosh atij plotësisht? A ka diçka që ka ndodhur që mund të pengoj ti besosh atij plotësisht? Ndërkohë, le të lutemi bashkë, edhe nëse Danieli na lçoj çik muzikë në sfond, apo Pavlo kush është atje. Nuk doja shumë të luteshim. Nuk doja shumë të luteshim, por edhe ta imagjinonim ndërkohë që lutemi. A mund të imagjinosh të shkosh para fronit të madh? Shkrimi thot, në emrin e Jezus, për shkakun e tij, froni është i hapur. Edhe mund t'i drejtohemi atij gjithkohës. Ato imagjinojmë për një moment, sikur po shkon drejt tij, drejt atij froni. Edhe sikur je para atij froni në këtë moment. Nëse ti je para atij froni në mendjen tënde, çfarë është gjëja që ti kërkoje Perëndis atë? Kjo është i dashur, të do shumë, po është edhe i gjithë pushtetshëm, që ka çdo lloj mundësie. Çfarë ti kërkoje? Jo çfarë ti kërkoje, atë ja kërkosh tani, atë i thush tash. Thuaj atij të drejtojo, o atë i gjithë pushteqëm. Kjo është gjëja që më shqetëson. Qa është, thuaj atij. Vi para teje dhe kërkoj në emrin e Jezus. Qa është ajo që ke nevojë? Thuaj atij. Mund të jetë siklet fizik, mund të jetë siklet e familja, mund të jetë sfidë financiare, mund të jetë stres, mund të jetë qa është, mund të jetë marrëdhënie e prishur, qa është. Është një nyje te puna apo te shkolla mbaroi, po në çantë lloj gjëje. Qa është? Imagjinoje në mendjen tënde para fronit, sepse për shkak se ke zgjedh Krishtin, ti mund shkosh drejt për drejti. Edhe je aty në një fron që ndriçon edhe është i shejt, sepse është i vetmi i drejt 100%, i vetmi i shejt i 100%, i vetmi që sundon. Edhe ti ke mundësi që shkosh para atij froni. Thuaj atij tash, atë në emrin e Jezus. Kjo është ajo që biri jot, bia jote ka nevojë. Nëse ka diçka që frymë shejt po të përshpërit brenda vetes,
edhe do një moment të pendohesh e t'i kërkosh falje atit, thuaj atit kërkoj falje. O atë më falë që ka venon sigurin të gjërat e tjera. Ka venon sigurin të leku, apo të miqt, apo ke mundësit, apo të qatë dhe që është. Zot, i lej sekondara ato. Më falë që kam lidh fijet në këto gjëra. Unë kapem pas teje. Ti je i gjithë pushtetshëm. Faleminderit atë që na do. Faleminderit atë që jemi ne. Faleminderit atë për gjitha ato premtime të bukura. Faleminderit që je i besës. Faleminderit që thua dhe bën. Edhe për shkak të kësaj sigurie, ne mund vim tani, më vonë, më ndarke, nesër, gjatë javës, gjatë muajit, gjithë kohës. Jezus, faleminderit që me gjakun tënd e hapa atë rrugë. Faleminderit Jezus. Atë falenderojmë. Edhe besojmë. Ne besojmë në Perëndin, që është atë i gjithë pushtetshëm, krijuesi i qiellit, krijuesi i tokës. Në emrin e Jezus. Amen.